Një përplasje e fortë mes politikës edhe drejtësisë ka shpërthyer në skenën publike. Kryetari i komunës së Çajirit edhe njëri ndër liderët e Vlenit, Izet Mexhiti, i ka dërguar një mesazh të drejtë kryetarit të gjykatës kushtetuese, Darko Kostadinovski, duke i kërkuar që të qëndrojë brenda kufive të detyrës së tij dhe të mos përfshihet në politikën ditore. Deklaratat e fundit të Kostadinovskit, i cili tha se më mirë të mbyllet të gjykata kushtetuese, sesa të vendoset mekanizmi i Badenterit, kanë nxitur reagimet të shumta, pasi ai disa herë ka shprehur qëndrime personale në kundërshtim me rolin që mban. Në një intervistë për Ora 24, Mexhiti theksoi se sjellja e tij i ngjan më shumë një kryetari i partie sesa një drejtuesi të një institucioni të pavarur si gjykata kushtetuese. Nuk është rregull pra kryetari i gjykatës kushtetuese të jetë komentues i ngjarjeve politike, domethënë në bazë ditore ose në bazë javore. Bila dhe interpreton direkt. Në këtë rast pra do shfrytëzoj rastin pra për t'i bërë apel pra të jetë në nivel të detyrës si kryetari i gjykatës kushtetuese, nëse don që ta respektojmë atë institucion ashtu siç duhet të respektuar. Po me veprimet e tij, me deklarimet e tij, ma tepër i ngjan sa ai ka përqefje të mirat me politikë ditore, nëse është kështu, është mirë ta lënë atë pozitë dhe del për deputet ose del për një pozitë tjetër politike ku mund të shpreh mendimet e tij në baza ditore. Kujtojmë se kryetari i gjykatës kushtetuese Darko Kostadinovski, i njohur tashmë për deklarata që bëjnë zhurmë në opinion, të martën tha se jo vetëm që është kundër vendosjes së Badenterit në gjykatën kushtetuese, por shkoi edhe më tej, duke thënë se më mirë të mbyllet ky institucion sesa të vendoset ky mekanizëm. Kostadinovski këtë argumenton duke thënë se nëse aplikohet ky mekanizëm, atëherë në vendime nuk do të ketë argumente kushtetuese juridike, por argumente të tjera. Mekanizmi i Badenterit në gjykatën kushtetuese ose shumicë e dyfishtë nënkupton që ligjet që miratonën me shumicë të dyfishtë në kuvent të mos mund të rrezohen në kushtetuese pa shumicë të dyfishtë nga radhët e gjykatësve.